Dhe këtu është edhe duhet ta kemi parasysh edhe vetë shqiptarët musliman, të shumë prej tyre kanë vrejt një punë që si pjesë në kundër përgjigje të këtyre sulmeve që ju bën, ata ndjejnë nevojën për ta dëshmuar të kundërtën. Dhe çka bëjnë për shembull para pak ditësh e pash në ceremoninë e hatmeve apo di ashtu diçka ishte. Vajzave i kanë veshur me themi kuqezi. Do thonë djemt me plisa, e ditë që dëshmojmë ne shqiptarin islamofobave. Bravo, shumë e vërtet. S'ka nevojë me u arsyetu atyre, more? Dikush himin e ka lëshu te minare xhamis, dikush Po. Në minare ka vendosur flamurin kuqezi. Po ti fillimisht ti nuk je imigranti sa pa ardhur, që popullsisë lokale dhe shtetit ku ke ardhur, që dëshmosh lojalitetin ndaj atë tri. Kjo është e para. Dyta, personin ndaj cilit do të dëshmosh, mos fillimisht nuk është ndonjë autoritet mbi ty. Tjetra është se diçka do që të bësh, ai prapë nuk do të jetë i kënaqur me ty. Bravo, të lutem. Prapë do të gjej ndonjë argument tjetër, plus që pikërisht me PR stunts, me PR manovra të tilla, në fakt tek ata e nxit edhe një gjë tjetër, që është pasiguria kundrejt pjesës tjetër botës, që është një burim një burim madh i gjithasaj urrejtës dhe inferioritetit ndaj islamit, që themi është rasti qendrave islamit të shqiptarëve në diasporë. Ti nga një radhë thua islami kundër identitetit shqiptar, ja the çfarë themi për këto. Themi qendrat e islamit të shqiptarëve në diasporë që ruajnë identitetin shqiptar. Por kjo e nxit një tjetër reagim se çfarë do të thonë për imazhin e shqiptarëve kundrejt botës. Do thonë janë në pozitë hipse vrava, zbriset vrava, dhe nga një radhë të duhet të dëshmosh lojalitetin, duhet të dëshmosh devotshmërinë ndaj të qendrit shqiptar. Nga ana tjetër duhet të kesh kujdes se nëse ndërlidh shumë identitetin tënd musliman me qendrin shqiptar, mos ndoshta këtë ta përdorin armiqtë e shqiptarëve kundër nesh, para Evropës dhe pjesës tjetër të perëndimit. Do thonë, çka do që të bësh, do të gabosh. Do thonë, ajo që do ta kenë parasysh shqiptarët musliman është domethënë ajo që i thash që të kenë më shumë vetbesim për atë që janë, gjithsesi ta duan atë dheun ton, nëse mund të bëjnë diçka për të mirën e atë dheu ton të ndarë Shqipërisë, në rregull, për të mirën e këtij populli, por mos të ndjejnë inferior dhe mos të ndjejnë nevojë që të dëshmojnë diçka para dikujt tjetër. Shumë e vërtetë. Të lumt.